Ballafaqohemi në rreziqe të mëdha dhe ardhmja duket e paqartë. Megjithatë, ka indikacione që mund të mbijetojmë, të lulëzojmë. Tre janë skenarët e mundshme të njerëzimit në të ardhmen e tij. Është kolapsi, si pasojë një katastrofe, mund të shkatërrohet i gjithë njerëzimi dhe civilizimi i njohur sot. Platoformati, i cili është ai moment kur përparimi ndalet, dhe transcendenca, ajo ku njerëzimi transformohet në një mënyrë siç ne e njohim sot, apo në shumë mënyra të tjera që do t'i derivojnë. Katastrofat natyrore nuk janë të panjohura për njerëzimin. Kemi mbijetuar goditjeve të asteroideve, epokën e akullit dhe shpërthime supervulkanesh. Por tani rreziqet janë më të mëdha. Ato janë veprimet tona. Pas krijimit të armës bërthamore, rreziqet e vetëshkatrimit kanë tejkaluar të gjitha ato të tjerat. Rreziku që sjellin armët bërthamore janë 300 herë më të mëdha se sa shkatrimi si pasojë e shkaqeve natyrore. Future Life Institute shpërfaq 4 kërcënime për njerëzimin: lufta bërthamore, ndryshimet klimatike, bioteknologjia dhe AI. Një luftë bërthamore mund të aftojë tokën deri në 10 gradë Celsius dhe mund të eliminojë gati 63% të popullatës njerëzore. Megjithëse ka pasur përpjekje për reduktimin e armëve, ende sot ka mbi 10.000 testata nukleare në qarkullim. Klima mund të ngrohet deri në 2.7 gradë Celsius deri në vitin 2100 si pasojë ngrohjes globale, për të arritur në një normalitet mbi 12 gradë Celsius siç ne e njohim botën sot. Bioteknologjia, edhe pse shpëtimtare, mund të shkaktojë katastrofa globale në një moment ku një patogjen i projektuar mund të jetë më vdekjeprurës se sa një luftë bërthamore globale. Rreziku që AI sjell është ndër më të paparashikuarit për njerëzimin. Ai mund të shndrohet në një aleat ose në një kërcënim, duke përdorur resurset për veten dhe duke na lënë ne në errësirë. Që nga fillimi i revolucionit industrial ka ndryshuar rrënjësisht jetën dhe modelin e të jetuarit. Sot, cilësia e jetës përgjithsisht është e mirë, edhe pse ndonjëherë tendencat pozitive mund të mos perceptohen për shkak të përqendrimit ton ndaj lajmeve negative. Teknologjitë e reja si AI, bioteknologjia po ndryshojnë botën në mënyra që ne nuk e kishim parashikuar. Inteligjenca artificiale është një teknologji me potencial të jashtëzakonshëm dhe sfida të mëdha. Ajo mund të ndryshojë mënyrën se si ne punojmë dhe jetojmë, por ka dhe shumë elemente të pakuptuara ende plotësisht. Edhe pse AI mund të automatizojë disa punë, analizat tregojnë se kjo teknologji gjithashtu krijon vende të reja pune. Vetëm një përqindje e vogël e punës është një kërcënim të plotë automatizimit të AI. Inteligjenca artificiale është efikas në detyrat rutinore, duke i lënë hapësirë njeriut që të përqendrohet në sfida më komplekse dhe më krijuese. Megjithatë, AI po ashtu ka një potencial të madh të ndikojë në ndarjen sociale dhe ekonomike. Paparazia mund të rritet nëse shpërndarja e të ardhurave nga teknologjia nuk menaxhohet me kujdes. Një nga zgjidhjet që të paktën propozoj është një ardhme bazike universale, e cila do të siguronte një të ardhme financiare për të gjithë. Megjithatë, më shumë se pasuria dhe paraja, është kuptimi dhe vlera që puna sjell në jetën tona që duhet merret parasysh. Kjo do të kërkojë një ndryshim thelbësor në mënyrën se si ne e shohim identitetin dhe rolin e punës në shoqëri. Për të përgatitur për një botë me AI, na duhet që të investojmë jo vetëm në teknologji, por edhe në njerëzit, në burimet njerëzore dhe në aftësitë që nuk mund të riprodhohen lehtësisht nga makinat, si ndjenjat dhe inteligjenca emocionale. E ardhmja e inteligjencës artificiale dhe shpërhapja e saj mund të duket sikur po afrohet shpejt në nivelin e inteligjencës njerëzore. Sistemet e tanishme të AI-t janë efektive kur ato përdoren në kushte që përputhen me të dhënat e trajnuesve të tyre. Ato mund të optimizojnë, por janë në gjendje që të parashikojnë rezultatet e ndryshimeve themelore. Kërkuesit janë ende të paqartë se si mund të arrihet ndonjëherë inteligjenca artificiale e përgjithshme. Unë dua ta përfundoj ndoshta në vazhdën e asaj që thash pak më herët, në një perceptim timi që kam kundrejt botës, në potencialin që raca njerëzore ka me një dorë të fuqishme nga inteligjenca artificiale mund bëhet e mundur që të krijohet një sistem bazik ekonomik ku realisht njerëzimi të përqendrohet për të krijuar, bërë dhe vepruar përpara se të jetë vonë.